Kanceri i gjirit është një sëmundje e cila vjen si pasojë e ndryshimit në shumim të qelizave, do të thënë fillon ndryshimi qysh në nivel shumë të vogël, ta them kështu, dhe pastaj kjo manifestohet me paraqitjen e një gunge, të quajtur kështu në popull, që mund ta prek çdo grua. Dhe pastaj kjo kërkon diagnostikim të mëtutjeshëm. A është kanceri i gjirit diçka që duhet t'i frikësoj të gjitha gratë? Vetë emri kancer e frikëson individin, sepse quhet kancer. Mirëpo e mira, kushtimisht ta them, me kancerit të gjirit është se kjo sëmundje, në qoftë se gjendet në fazë të hershme, trajtohet dhe gruaja konsiderohet komplet e shëruar. Prandaj edhe qëllimi kryesor i tetorit ros është që sa më tepër ta ngrisin vetëdijen e grave, të bëjnë kontrolla preventive atëherë kur ata nuk prekin asgjë në gjirin e tyre. Sepse vetëm në këtë mënyrë do ta gjejmë sëmundjen atëherë kur ajo nuk na ka dhënë shenja. Në vendin ton, sa i përket shpeshtësisë së paraqitjes së sëmundjes së kancerit, unë mund të flas në përgjithësi për gjithë shtetin, sepse nuk kemi një regjistër, mendoj kemi regjistër, por nuk është mirë ende i formuluar, i përpunuar, që të tregoj statistika për rajonin e Pollogut sa ka gra me kancer. Në nivel shteti, si vjet janë regjistruar 1200 raste të reja me kancer gjiri dhe sipas viteve të kaluara, nëse e krahasojmë me vitin e kaluar dhe para atij, ku kishim 800-900 gra me kancer gjiri, të reja flasim, raste të reja, do me thënë kemi rritje të rasteve me kancer gjiri dhe në një farë mënyre ne e ndjekim trendin botëror. Nuk mund të flasim se në vendin ton kemi një rritje enorme në krahasim me vende tjera. Do me thënë si në çdo vend tjetër të botës, edhe te ne rritet trendi i paraqitjes së kancerit të gjirit, duke potencuar këtu se zvoglohet mosha kur paraqitet kanceri, bie mosha. Tani kancerin e gjejmë edhe në mes të moshës 25-30 vjeçe, 30-40 vjeçe. Do me thënë te mosha më e rena paraqitet.